interesim për ty, si të është dukur? Unë e kam kuptuar, ka ke kuptu? Fillimet në Portokalli, sigurisht unë e kam kuptuar pa e shfaqur ky interesin, por interesi që shfaqe Ermali ishte si që është vetë kështu tip shumë karizmatik, humorist, edhe që gjërat i bën gjithmonë jashtë rregullave standarde, edhe qasjen tek unë e bëri jashtë rregullit standard me ato fjalët e bukura dhe lavdërimet, por më tha duke qenë ballë për ballë, siç jemi unë dhe ti në tavolinën e provave ku lexoj skenarin Portokalli. Para të gjithëve. Po. Po, kur lexoj skenarin në Portokalli, ne kemi pasur një tavolinë të rumbullakët, të vezake në fakt, si kjo. Afërsisht si kjo, okej. Si kjo, dhe ku ulen aktorët që lexojnë tekstet. Dhe aty po prisnim që të fillonim. Unë isha ullur këte, Ermali nga ana tjetër, si që jeni ju, edhe me telefon vjen një mesazh, unë se kisha as numrin, se nga 20 aktorë që janë aty, se kisha numrin. Kam shumë siklet. Maroj që kështu. Ja. Ja, shkjo që ke thënë ti. Jo. Dhe më vjen një mesazh ku më thotë, do pim kafe? Unë kështu, po, thash, po kush je? As numërin se ke pasë. Po, as numërin se e kisha. Po më ke për balë miqorën, thotë. Oh my God. Ky ka qenë ngacmimi i mashkullit ndaj. Me Ermalin dhe grupin që ishin aty në Portokalli, gjithë kemi qesh me lot. Qeshje ti? A qeshje ti? Jo, qante, kjo qante. Patjetër. A qeshje sepse... Patjetër. Kjo qante me lot. Po qante... A vazhdon qeshesh me batutat e Ermalit? Vazhdoj të qesh. Vazhdon qesh, po kur qesh kjo, unë kam arrit, është një moment shumë lumëturie për mua, hapen shampanjat kur qesh kjo me batutat. Sepse, se do të shpjegojmë sepse, nga që Ermali tregon histori gjithmonë dhe kur mblidhemi me miq, me shok, me kolegë punës, ka raste... I bje që përsëritën. Po, ka raste që përsëritën. Aq kemi, aq repertor kemi atë. Dhe prandaj Ermali thotë që kur thotë ndonjë histori të re që unë qesh prap me lot, hapen shampanjat sepse... Gëzohemi shumë si familje. Unë vazhdoj dhe qesh. Unë për më do këtë thashje me Ermalin kam veç një Barsolet që ja të regoj, edhe din gjithë. Kosovari në Tiranë. Po puna është ndryshon interpretimi, dhe unë vazhdoj qesh me histori që i kam dëgjuar me 10 herë nga Ermali, sepse interpretimi i tij gjithmonë ndryshon. Unë për ty punoj. Ermal, a është më e vështirë për ty me ndaj jetën me Amin, apo me ndaj dollapin e rrobave? Besoj që dollapi është pjesë e jetës, po unë jam shumë pak... Prezent dollap. Jam shumë pak nazelin në gjëra, në garderobë, lëshoj shumë rrugë, shatë dur, s'ka problem, i maj në qese, gjëra që ose duhet, kështu që i hap shumë rrugë Amit.